Bashkëpunimi ushtarak mes shteteve është normë në arkitekturën moderne të sigurisë, por në Ballkan ai vazhdon të shihet si problem, të paktën nga Serbia, kur përfshihen Kosova dhe dy aleatët e NATO-s, Shqipëria dhe Kroacia. Narrativi shkon deri në perceptim të rrezikut që jo domosdoshmërisht reflekton gjendjen reale të sigurisë në terren. Piknisja e gjithë kësaj dinamike ishte një deklaratë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë mes Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, e nënshkruar më shumë se një vit më parë. Nënshkruesit e paraqitën atë si një angazhim për forcimin e bashkëpunimit, mbrojtjen e territoreve dhe kontributin në paqe e sigurinë ndërkombëtare, duke theksuar se nuk është e drejtuar kundër askujt. Megjithatë, Serbia e interpretoi si provokim të hapur, që rrezikon integritetin e saj territorial dhe sigurinë e qytetarëve. Deri në atë pikë sa presidenti Aleksandar Vučić deklaroi muajin e kaluar se këto vende po përgatiten për sulm. Në mes të asgjës, shfaqet një aleancë ushtarake mes Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, jo një bashkëpunim ushtarak teknik, jo një bashkëpunim ushtarak ekonomik, por një aleancë ushtarake. Dhe natyrisht, jam i friksuar për çdo qytetar të këtij vendi, tha Vučić për radio-televizionin e Serbisë. Për ta forcuar këtë narrativ, ai paralajmëroi javën e kaluar investime të reja në ushtri dhe një rritje të mëtejshme të kapaciteteve mbrojtëse, duke theksuar se Serbia duhet të jetë e përgatitur për çdo zhvillim në një situatë komplekse sigurie, të shkaktuar nga aktivitetet e Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Në ditët në vijim do të nënshkruajmë kontrata shumë të rëndësishme për prokurimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, presim vizita të rëndësishme dhe kontrata të reja me vende të tjera, me qëllim bërjen e porosive të mëdha për ushtrinë tonë, shkroi Vučić në Facebook. Në një rajon ku kujtesa e konflikteve të viteve 90 ndikon ende mënyrën se si lexohet siguria, edhe zhvillimet që në thelb duken bashkëpunuese, shpesh marrin kuptime politike. Radio Europa e Lirë ju drejtua NATO-s për koment lidhur me deklaratën për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë dhe reagimet që ajo nxiti në Serbi. Një zyrtar i aleancës tha se bëhet fjalë për një marrëveshje trepalshe mes këtyre vendeve dhe institucioneve në Kosovë për të cilën NATO-ja është në dieni, por nuk është palë. Sipas tij, antarësia në NATO nuk i pengon aleatët të zhvillojnë bashkëpunime shtesë në fushën e mbrojtjes. Serbia e paraqet veten si ushtarakisht neutrale, ka buxhetin më të madh të mbrojtjes në rajon dhe bashkëpunon paralelisht me NATO-n, Rusinë dhe Kinën. Përse atëherë një marrëveshje mes tri vendeve që nuk kanë as pretendime territoriale dhe as kërcënime të shpallura ndaj saj, nxit reagime të forta në Beograd. Për ekspertët e çështjeve të sigurisë, përgjigjja qëndron më shumë në interpretim politik se sa në një kërcënim real. Aleksandar Radić, analist ushtarak dhe publicist, thotë se një pjesë e shoqërisë në Serbi i sheh zhvillimet rajonale përmes prizmit të kërcënimeve të jashtme, çka e bën më të lehtë për Vučić të krijojë imazhin e një vendi në rrethim dhe të mobilizojë mbështetjen përmes retorikës së sigurisë. Në kushtet e protestave antiqeveritare që zgjasin prej më shumë se një viti, Radić vlerëson se pretendimet për rreziqe nga jashtë shërbejnë edhe për të zhvendosur vëmendjen nga krizat e brendshme. Kur analizohet mundësia e njerëzve që e mbështesin Vučićin, vërehet se ata janë të prirë të besojnë se faktorët të jashtëm ndikojnë negativisht në Serbi. Ata mendojnë se shërbimet e huaja të inteligjencës po e prishin rendin dhe po veprojnë kundër interesave serbe. Në këtë kontekst, marrëveshja me Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës i shërben Vučićit si një mjet i dobishëm për të forcuar narrativën se ai po e mbron Serbinë dhe po e fuqizon ushtrinë, sepse është